Jemi kthyer dhe na besoni që nuk e di se na ka kapur një siklet në këtë pjesë. Ja, ma unë jam Sepse ai mbi të gjitha, përveç se ne kemi parë ato fotot që pati dhe ju të magjisë zezë në fillim, ai ka sjell me vete një valixhe dhe ne nuk e dim se çka ka brenda saj. Nuk e dim se çka na pret. Ka një shkop magjik dhe një kapele, valixha. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Mjeshtër, shumë kënaqësi dhe ne zakonisht kemi pasur edhe në program, po ti je i njohur për magjinë e bardhë dhe atë të showit që ti bën si prestigiator. Mund t'ju them këtë që ti informojmë teleshikuesit që na ndjekin. Unë vajta 39 vite në profesion. Pikërisht. Isha që kur isha student në Akademinë e Arteve, aktivizohesha me statin e Tiranës. Në 86-ën, 87-ën, 88-ën, më aktivizonte njëri Kosta Kamberi. Po, dhe ne jemi mësuar me ty me këtë imazhin e prestigiatorit të këtyre numrave të bukura të shpejtësisë që ti bën. Por nuk e dinim që ti edhe njohës magjisë së zezë. Ti arrin shumë mirë ta kuptosh edhe ti dish elementet që përdoren. Është eksperjenca. Po, sepse ti ke zgjedhur ndash të rrjetet tua sociale një video ku gjete një nusk, një copë të zezë. Janë disa video. Disa video. E fundit fare që është bërë dhe virale është kjo që ne po e shohim. Që është një ndër magjit mendoju më të shpeshta që njerëzit bëjnë. Njerëzit nuk janë të mirë informuar. Dhe fatkeqësisht janë shumë njerëz që pse ndihen shumë mirë jashtë edhe safe në shtëpi nuk ndihen mirë, kanë dhimbje koke, kanë sëmundje të pashpjegueshme. Ka magjinë në shtëpi thua. Efektet që nuk ndihen njerëzit mirë janë të shumta. Okej. Zakonisht mund të them këtë që sot magjit fatkeqësisht bëhen kafe, bëhen ushqim, bëhen nevezë, bëhen me nap, napës ajo që mbyllim gojën të vdekurit në kohën që e varrosim, edhe jo vetëm kaq, por që bëhet një sherr në heshtje nga kunatat, nga gratë e farefisit që kush e kush ta marrë këtë sepse kjo ka efekt në vend tjetër, qofse dikush do të bëj keq. Ja bëjnë nuseve. Si po të marrë napën thua ti, do një vdekje. Në kohën që bëhet varrimi, edhe mbyllim gojën të vdekurit që të mos i rri goja stërmër, i mbyllim gojën me nap. Pastaj heqin napën, por kjo ka efekt. E marrin bët një... Dhe thonë që është një ndër magjirat më të fuqishme, kjo jo vetëm kjo, vërtet? Jo vetëm kjo, po ne duhet kemi shumë kujdes edhe për dhuratat, sepse sa që na sjellin dhurata qoftë ndasma për ditëlindjen e fëmijëve, për një event në shtëpi, duhet kemi shumë kujdes sepse dikush nëse ai ose ajo nëse do të bëj keq, e merr bluzën, ble një bluzë, një këmish, mund të jetë çorape, mund të jetë një shall, po themi një këmish edhe çfarë bën? E thon ka disa plaka që i bëjnë magji bluzës. Çfarë bëjnë këto? Vën natën, shikojnë varreza ku nuk ka emër dhe mbiemër, tërheqin dhe ku mërën nga varrja, sjellin në shtëpi, e çojnë në kovë, i hedhin ujë kovës, e marrin këmishën, e fusin brenda, e trazojnë, e shtrydhin mirë, po e ndërrin e thajnë, e sjellin përsëri në tavolinë, e kurosin, i hedhin parfum, edhe ta jep tyja si dhurat. Tjetri nga momenti që e merr ndihet keq. Për një herë mund të ketë dhimbje koke. Unë kam pasur raste plot. Vetëm nëse e vesh apo dhe nëse e ka brenda në shtëpi? Jo, gabimi është që ne këto rastet ne i marrim me duar të zhveshura edhe kapim. Kjo është gabim, por njerëzit nuk e dinë. Unë mund të them këtë që në këto raste ne duhet veshim doraska, duhet ta marrim, edhe them shumë faleminderit dikujt që na e bën për dhurat, në shtëpi veshim doraska, e marrim edhe hedhim në lavatriçe. Po ku e dim neve? Lavatriçe, duhet lar pra. Po, duhet lar dhe bashkë me ujë e rrjeshëm, siç themi neve, kalon jashtë shtëpisë. Pastaj e kuros ose mban si kujtim ose e vesh. Por njerëzit nuk janë të mirë informuar. Ne duhet ta lajm, thua ti, që të shpëtojmë nga çdo rrezik. Nuk është vetëm kjo, ne duhet kemi shumë parasysh sepse nuk të gjitha familjet janë të pasura, kështu që fatkeqësisht u marrin fëmijëve tan atlete, këpucë, rroba të përdorura, po ju nuk e dini se çfarë kanë, çka ka përjetuar, edhe kush i ka veshur më para. Rrobat e përdorura që blejmë në treg, thua. Po, për këto. Sikurse akoma edhe është shumë e rëndësishme mobilerit që kemi në shtëpinë, si koltuku, divani, karriget, do patur shumë kujdes, asnjëherë nuk do të marrë të përdorura në pazar, sepse një çift kur i thot burri thot gruas, "O burro, shikoj sa e bukur është ky divani, koltuku, më fal. E dua këtë se ka këmbë antike si të luanit, më pëlqen, është antike." E çfarë bëhet? Burri nuk ja prish gruas. E merr koltukun e çon në shtëpi. Si rezultat, nuk ka sjell vetëm koltuku, por bashkë me koltukun ka sjell edhe efekte të tjera, sepse ju nuk e dini çfarë ka përjetuar koltukun më para. Vetëm për energjinë apo nëse ka ndonjë musk fshehur brenda? Për efekte të padukshme, që do thotë,
kjo është edhe energjia negative. Apo jo, nga momenti që dikush e sjell koltukun historinë në një shtëpi, familje tjetër, thotë. nga momenti që sjellim koltukun në shtëpi, nuk kemi sjell vetëm koltukun, por kemi sjell edhe efekte të tjera, sepse ju nuk e dini çka ka përjetuar kjo në skuar. Edhe përfshihet energjia në sensin, pra, nëse magjia është bërë për një X familje. Po. Ai divan e zëm se ka të magjin, del në shitje, në treg, dhe e merr një familje tjetër, pse automatikisht shkon tek... Jo, po ju nuk e dini kjo koltuku çka ka përjetuar më para në familjen tjetër. Pra nuk ka bërë magji. Jo, mund të përjetuar sherre, grindje, divorc, sëmundje dhe më e rëndësishme vdekje. Që do të thotë, ai person që ka qenë ulur, ka qenë emocionalisht shumë i lidhur me koltukun e tij, me ditë tëra, me javë, me muaj, me vite tëra. I energji të vjetër në shtëpinë tënde. Jo vetëm kaq, por kur ka ikur nga kjo jetë, ka lënë aty mbetin e tij, shpirtin e tij, ka lënë aty hijen e tij flesim. E drejt. Shiko, po të ndalur pak edhe tek videoja që ne po shihnim, ishte një video që ti ke gjetur një magji me mish të kalbër, me thonjë pule, me flok në një ar. Ku ka qenë kjo? Ku e ke gjetur? Unë këtë e përdora si shembull për të kuptuar njerëzit se çfarë bëjnë në përgjithësi plakat kur merren me magji të zezë, okay? Dhe çfarë fusin brenda. Ato objekte që ju e keni parë. Pra kjo është në Southampton të Anglisë. Dhe cilat janë efektet të kësaj magjie? Efektet janë të ndryshme. Mund të kesh sëmundje të pashpjegueshme, dhimbje koke të pashpjegueshme. Prandaj themi që fatkeqësisht ne si kom kemi tradita dhe zakonat tona, okay? Por siç kam thënë edhe për portretet që nuk duhet t'i mbajmë për personave që kanë ikur nga kjo jetë, neve nuk duhet t'i mbajmë ball në muret e shtëpisë. Jo, sepse të personave të dashur tanë që kanë ndruar jetë duhet t'i mbajmë në shtëpi? Jo. Vërtet? Nëpër mure. Po piktura. Jo, sepse për ditë këto të përcjellin dhimbje, hidhërim dhe tristim. Dua pak ujë, lutem. Ska që jemi live. Po. Dua të them këtë. Duke parë këto fotot ditë për ditë, javë për javë me muaj të tëra, na bëjnë neve që të mos ndihemi mirë. Okej? Është shumë e rëndësishme. Ne fotot e pjesëtarëve që kanë ikur nga kjo jetë, i mbajmë në shtëpi, po i mbajmë në album. I mbajmë në sirtar. Pra ideja është të mbajmë të varura në mur, thoni ju. Jo në korniz, në mur. Jo në korniz. Sepse, faleminderit, sepse unë kam parë, edhe mund t'ju them, që ka raste tilla gra që nuk e durojnë dot humbjen e burrave të tyre dhe mbas duke qarë, duke vojtur nga brenda për ditë për javë me muaj të tëra, mbas 3 muajsh kanë vdekur. Sigurisht e di shumë mirë ka vdekur burra për humbjen e grave të tyre. Agonia, them. Jo vetëm aq, po nga që e përjetojnë shumë. Edhe ata persona që nuk vdesin fatkeqësisht në të ardhmen ka shumë mundësi që t'u dalin edhe sëmundje të pashpjegueshme, sepse e vuajnë nga brenda. Shumë e rëndësishme. Tani, a i prek magjia e zezë dhe ata persona që nuk e besojnë, që nuk e kanë fare mendjen e të thonë si besoj këto bestytni? Shumë pjotë e saktë. Mund t'i them këtë që sigur se kam thënë në video, unë jam këtu për personat që besojnë. Kush nuk beson, është diçka tjetër, e respektoj. Po, a i prek, a i gjenë gjë? Kush? Kujt? Personat që nuk besojnë? Ju gjenë gjë keqe? Po thjesht nuk kanë sa ju supojnë që është magjia. Shumë e drejtë. Neve njerëzit nuk din nga të mbrohen. Shumë e rëndësishme, akoma dhe kësjet në shtëpi, akoma dhe për kafe. Pse? Sepse ju nuk e dini çfarë ai mund të ketë një rëndes emocionale. Edhe lë atë energji negative. Jo vetëm kaq, po edhe krevatokamerën, vendi që ne flëm gjumë, asnjëherë nuk do të qoftë për farefisin, qoftë për shokë dhe miq të tjerë, asnjëherë nuk duhet fusim njëri brenda, sepse lë energji negative. Jeta ka treguar që para një muaji më mori një zonjë nga Tirana, edhe më tha, unë nuk ndihem mirë, tha. Unë ka vajtur për të vizituar, por doktorët më thonë që je mirë. Analizat e gjakut i ke mirë, të tensionit i ke mirë. Në çfarë ndjen ajo? Po unë e shikoj, unë ndjej që s'jam mirë. E them zonjë, këto simptoma që keni juve nuk i shërojnë sot. As doktori, as spitali. Çfarë kishte? Çfarë simptomash kishte? As i lasë farmacisë. Dhimbje të përhershme, koke. Okej? Kanë të tjera i thash që të bën që të dalësh nga kjo situatë dhe më e rëndësishmja të ndihesh mirë. Pra, unë kisha fatin që ta takoj edhe nga afër këtë zonjën. U takuam kafe dhe i thash, unë i kuptoj njerëzit, që edhe juve keni energji negative, më falë, por të ju mund të jetë kaq, të dikush tjetër kaq, dhe dikush tjetër shumë më shumë. Ma the personalisht. Më falë pak, jo, juve këtu, pse, sepse puna sot, më falë minutë. Ja, i thot gjithë cili mund të ketë. Ata pak, po e kanë... Jo personalisht. Mos peqëm kam bërë magji. Jo personalisht. Njerëzit ku punojnë për shembull në restorant, ke mbi kokë shefin, kolegun,
Pra, duke, sepse puna ka dhe stres, ka dhe angth. Patjetër, për është tjetër gjem magjia, që dikush të ta bëj qëllimisht. Tani, unë e duon gjatë kohës që po flasi, po më kujtua një fragment rreth disa vite më parë në shtëpinë time, kur kam hapur derën e shtëpisë, tek tapeti që në vëm aty tek pragu i derës, kisha një klëf jastëku, po të palosur dhe të hekurosur në mënyrë perfekte. Ne atë nuk e futëm në shtëpi sigurisht, thjesht kur kemi hapur derën dhe kemi gjetur aty, tamam sikur dikush e kishte marrë me dorë dhe e kishte lënë aty, thjesht morëm një shkop fshese dhe e hodhëm. Nuk e kapët me duar. Jo, cila ka qenë arsyeja që unë atë e kam pasur aty. Sepse ende sot na ka mbetur pak e dyshim. Kjo është e qëllimshme, si e themi si prast, dikush e ka bërë me qëllim të keq. Ishte i bardh, mbaj mend. Ishte i bardh. Unë kam parë plot raste të tilla që përpara se të futemi ishte i kurosur dhe i palosur, unë kam qenë e vogël të mbaj mend. Di dhe raste tjera që para se të futemi në shtëpi, ai që ka familjen ka dytën, ka tretë, shikon një tapet vogël që fshim këmbët jashtë derës, e hapi për ta pastruar zonja, kur shikon aty një copletë të bardhë kaq, dhe me lekë të ngjitura në formë kryqi dhe një letër në mes të palosur që ishte në arabisht. Unë i bëra foto, e kam, por nuk e kam përkthyer akoma, por sigurisht këto nuk bëhen për efekte të mira. Ja për qëllime të këqija dhe ne duhet të ruhemi në përgjithësi. Fatkeqësisht sot magjit bëhen jo vetëm në Shqipëri, por shumë magji bëhen edhe në Rusi, në Meksik, në Indi. Si mund të shpëtojmë ne prej tyre? Është e vështirë. Akoma dhe kur dikujt i japim një shumë të konsiderueshme, 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro, edhe për 2 muaj duhet të kthejmë mbrapsht, kanë kaluar 3 muaj dhe ne me drejtën tonë i themi mi kthe, po mos u bëj kështu se do të marrësh buri dhe pra vini një moment që atia ja cilin kështu, në majtë hundës, bje fjala, për drejtën tonë. E çfarë bëhet? Këto legët i marrin çojnë në vend tjetër, i bëjnë ato efektet e këqija me magji, me kështu që dikush kur i merr lekë mbrapsht, ja bën kështu, edhe fillojnë për nuk duhen kapur me duar të zhveshura, jo. Zakonisht thonë hidhin në ujë të rrjedhshëm, në lumej, në kryqëzim, shumë drejt, që të mos ketë kontakt me ajrin. Shumë drejt. Po që unë di efekte për ditë flas me të rinj të reja, burra, gratë, moshuar, të divorcuar për hallë problemet e tyre. Dikush ka magji, dikush ka energji negative, dikush ka syrin e keq. Tani syrin e keq që e besojnë edhe politikanët, siç kemi dëgjuar. Cila është shkaku i magjive që bëjnë? Pra, me sa dëgjuar dhe me sa ke thënë, vjerat dhe kunatat bëjnë më shumë këtë. Cilat janë arsyet? Pra, ju arrini t'i kuptoni në bazë të magjisë? Është, unë them me mendimin tim, nuk është mirë që çiftet e reja që kanë moshën 24, që martohen 24 vjeç, 27, 29, nuk duhet të jetojnë me vjerrën. I bën magji vjerra? Jo, ka shumë raste shumë të mira që është fat për vjerrat, se janë gjitha vjerrat kështu, por jo, sepse ju them këtë që nëse një vajzë sapo martuar bashkëton me vjerrën, me kalimin e kohës ajo do futet në problemet intime familjare dhe do e komandojë nusen, që do të thotë gjithmonë nëpërmjet raportit nuse vjerë do të ketë gjithmonë një fije padukshme që nusja nuk e kalon dot në krahun tjetër, se kjo ka eksperiencë edhe kjo fije padukshme është gjithmonë në favor të vjerës. Familje do të thotë persona pra çift me 2 veta, okay? Po kunata? Edhe kunatat nuk rinë mbrapa, po. Ku e kanë xhelozinë? Bëhen, edhe kunatat, sidomos tani ju e dini mirë. Për çfarë bëjnë më shpesh? Për ndarje mes çifteve apo për çështje pasurie? Për arsye të ndryshme. Po që ne duhet ku ja bëjnë kryesisht? Pra ku i ke gjetur këto magjirat? Ua them unë, magji bën edhe me vezë. Shpesh mua më ftojnë akoma edhe në restorant, edhe kanë shumë të drejtë sepse njerëzit që vinë për kafe në lokal nuk janë të gjithë, nuk kanë atë energjinë pozitive të gjithë. Sigurisht që ka dhe personat të tillë që lënë energjinë negative, më shyer lënë edhe nuska, lënë magjira, lënë gjëra të lidhura mbrapa derës, edhe mua marrin telefonet mund. Pra dua të them, jo vetëm restoranti, po edhe shtëpia ka nevojë për pastrim spiritual, që do të thotë. Thonë që kjo magjia me vezë është më e frikshmja, më e rrezikshme. Magji me vezë, unë kam gjetur vezë. Të lëm vezë në shtëpi? Unë kam gjetur vezë në oxhak, vezë në basën e personit, si dhe vezë në motorin e makinës, sepse kam dëgjuar shpesh në telefon që mundi nuk, kjo se pa shpjegueshme, unë bëj aksidente të vogla, po gjithmonë kohët e fundit. Pse? Janë efekte që ne na bllokojnë, por nuk janë njerëz të mirë formuar. Po kësaj vezës çfarë duhet i bëjmë nëse e gjejmë në shtëpi? Urdhëro? Çfarë duhet i bëjmë? E para punës nuk duhet ta kapim me duar të zhveshura. Po. Ta thyejmë apo? Jo. E marrim e hedhim në ujë, si sa zotreja, që të mos ketë kontakt me ajrin.
Po gëshërët e hapura në zyrtar, Edmond, kam dëgjuar dhe raste të tilla. Unë kam dëgjuar një rastin se duat të dalit tek pyetja juaj që një komshie e pinte kafen me një zonjë pra pinte kafen me komshien e saj. Edhe në momentin që ajo bënte kafen, kjo kaloi në dhomën tjetër, shpejt edhe me gërshërët i preu fustanin, krahun e fustanit, edhe mori me vete, hapi dollapin, e preu fustanin, e mori krahun. Mbas disa ditës e mori vesh kjo zonja. Jo, në kohën që unë i kapa, tha unë do merr atë s'ka thënë. Kohën që e kapa, mondi tha temperatura 40. Të nesër më hoqen nga puna, mbas 2 muaj më vdiq babaj, e po më tha mua nuk është rasti kjo tha. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm kë fusim brenda në shtëpi. Ta ka qenë gërshërët bëra me magji, sepse nuk paguhen që vetëm me një prerje gërshërës? Jo, efektin e ka bërë tek krahu i fustanit. I fustanit. E ka marrë me vete dhe ka çuar atje ku paguhet e tjera. Po që gjithmonë duhet kemi shumë kujdes, shumë e rëndësishme që shtëpia të pastrohet, e kam thënë edhe në një video, pastrohet me rozmarin të freskët dhe me dafin. I fusim 10 minuta në kovë me 2-3 lugë krip, ka të razojmë të njom, jo të thatë. Të njom. Edhe s'farë bëjmë, shkundim që kësu edhe godasim. Bile është mirë që kuzo qofta i, akoma dhe nga farefisi, qoftë se ullet në koltuk, qoftë se koltuku që përdorur. Ne duhet të ambulojmë koltukur me një mbules. Në kohën që ikën presoni, e marim këtë dhe lajmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kuzo qofta i ose ajo. Sepse jemi të pambrojtur. A janë shtuar ka i shumë me gjirat së fund mjetë mëndë, dhe më thëna po gjithmonë kanë qënë me vite. Kemi gjuar që më përpara i bënin plakat. Lajkës, tani po të gjojmë vjera, kunata, shoqja. Bile sot bën magjerat të shumë dhe si shtate zonjëshja me vezë. Janë të pas mangshme këto fatkesisht. Po që unë kam gjetur vezë edhe brenda shtëpi, edhe në Oxhak. Që do të thot familja që kise 2-3 javë që kise ardhur, aty nuk ndije se mirë. Më thonë, kam plot gra që thonë, mondi, edhe nga Tirana, mondi, sa futëm shpi ndijat energjie negative. Vem në dhomën tjetër, së mbushemi do të me frim. Në Vlorë, se nga Vlora jam, në Vlorë para një jave, unë vajta një familje, të fabrikë orizit, ishte një rast shumë interesant me maset. Duhet dini që maset dhe fëmijët e vegjël shikojnë gjëra që ne nuk i shikojmë dot, ne të rriturit. Kam të gjuar. Pra, kam problem, thoshe, sepse sa herë në orën 10 darkës që ne venim në krevatokamer, macja na shkonte për para neve, i ikte para në dhomë, sa hapim derën në krevatokamerës, edhe rrite në cep të krevatit, në krevat dopi, në cep të krevatit dhe shikonte lartë kështu, shikonte lartë. E pasaj për një ullë të kokën poshtë, e bëm për naftës, edhe rrite kështu, i kishe frikë. Më falë thasë, më lërë mua të kaloj i pari, se iso anë të gjysëm tjetë pasaj. Në momentin që unë futa brenda, vërtet, kishe diçka që edhe mua më blokonte që të futën sa lirshëm, nuk e di më kuptoni. I thasë unë, dhoma ka nevojë për pasërim me efektet tjera. Kështu që las një takim tjetër, edhe jysa jo vetëm dhomën e tyre, por edhe guzinën, edhe salonin, edhe 2 dhomat e tjera, edhe banjun, edhe guzinën, me efekte që ne... E ndjenë më këto efekti negativa të pastaj, mbas kësaj që të bërë? Unë ndjej. Të gjithë, pa përjashtim, unë kam shumë mesazhe që më falenderojnë. Shumë. Kurioze jam, si e gjeni unë qa vendi është fshehur? Se ndodhë gjithmonë edhe me hoxhat... 10 sekonda, 12 sekonda, që nga momenti që futëm në një familje, unë e kuptoj shumë mirë se ku është më fshehur. Pse, sepse... Dhe të ka ndodhur që sa ke hyrë ke gjetur nuska? Jam si GPS. Më falë? Të ka ndodhur sa ke hyrë në një shtëpi ke gjetur ku është nuska, ku është magjia? Sa futëm, brenda e kuptoj, ka efektet pa dukës me shtëpi, apo jo, se është eksperjenca Kush është vendi më i çuditshëm? Tani kur të vjen një i ftuar në shtëpi, ku do... Më falë, unë jetova 28 vite në Athinë dhe tani 6 vite në Angli, por i ka përgjithmonë nga Anglia dhe nuk më pëlqeu, si nuk e di. Unë jam një shqiptar që unë dëshiroja edhe shoqë që realizua ëndra ime, që erdha në Shqipëri. Nuk më pëlqen dhe fare të them drejtën. Edhe këto rasti që më thonë ju tani, unë nuk e di se unë nuk jetoj në Shqipëri, 33 vjet jetova jashtë. Por ma the inboxi full the, me mesazhe nga shqiptarët për kështu rastesh. Jo vetëm nga shqiptarët, por nga gjithë shtetet e Evropës, si dhe nga Amerika. Edhe kryesisht bile duan të veten në Amerikë, që të ndihmoj, qoftë në restorante, qoftë në familje, por që jo, sepse unë përderisa erdha këtu, shikoj më fal pak se duhet ta nisim çik kështu. Sot Shqipëria nuk ka as prestigiator, as iluzionist, as magjistar që të jetë në nivelin skenik flas. Unë jam. Dhe nëpërmjet këtij misionin do dëshiroja shumë akoma dhe Ministrinë e Kulturës, sepse unë kam ardhur në Shqipëri edhe mund të jem shembull për të gjithë shqiptarët e tjerë që u them urdhroni hajeni në Shqipëri dhe shumë mirë bëjmë politikanët që na thon hajeni. Ja unë flas
Kje rasti që e këthyrë. Po mirë. Falë pak. Ne na ngellin super valigja. Para 8 ditës, unë isha në Vlorë edhe isha eftuar një kanal tjetër. I kam rënë me makinën time nga Novosela, më falë, nga Levani, nuk e di, u emocionova se thoja, ua, unë këtë shpje mbaj mënd, këtë unë mbaj mënd. Të merë malli. Falë që po të ndërry pak të valigja, po jam kurioze. Është kënajsi. Aman, po kjo që nga me kodo. Një sekund. Që kujtonë do, hapë të shkollaj? Unë këtu kam dëshirë që... Ta këthejmë pak të... Jo, nuk është të më zoshme, se unë i zjerë lartë. Unë i zjerë lartë nga sipër edhe... Janë ca numra shpejtësie, kështu që do kisha dëshirë. Po pra. Do bëjmë një të fundit fare, sepse ne kemi kaluar çdo limit kohë, dhe rësia po na fret. Po një të fundit do ta lejojmë. Çdo shpejt fare. E bëjmë një? Me kënaqësi, okej. Na fal regjia. Atëre, unë kontrolloni pak, ju lutem, mëngët. Me që kemi dhe... Ose dhe ju, po? Nuk keni gjithë fare, apo jo? Jo. Atëre mund të themi në kamera që nuk jemi të kompromentuar më para. Jo, se di fare që përponi është të gjënjë. Këlloj frikat. Një themi bashkë? Jo. Një themi kështu, për intervista. Mirë. Po, kontakt vetëm për... Dëshiron të njehemi? Sa ka bëj. Po më uton për preku. Unë po e qojnë në dorën e majtë, Samin, fri pak lutëm që të zduket Samia. Jo, mos bëstynin, falë, nese, s'ka gjë. Okej, shikoj tani. Është tek dora juaj. Mje pak do të lutem edhe mos bëni asnjë lëvizje. Kamerën e kemi këtu, okej? Që ka thellë fare pak. Unë po avash. Doli. Ja dhe kësh. Shumë faleminderit. Çka ke? Asgjë tjetër. Faleminderit. Si e bëni? Këtu me drejt, pyetja. E kishe të dora më duket. Unë do të tregoj sekretin, 4 sekonda dua. Hajde se po të tregoj sekretin në vend. Haj fundi fare. Po shumë thjesht, 1, 2, 3. Njerëzit mendojnë se shkojnë në mëngë. Jo, është këtu, po i mbyll syt, më thuaj të lutem, u zduk? Po apo jo? Jo. Më falni pak se nga ndonjëherë nuk del numri, prit ta tregoj, çfarë do brek. E do më njëj pa parë. Mirë, kemi ardhur në fundin për sot, se do faleminderit më. Faleminderit shumë që erdhe, na ke dhënë çastisur me këtë pjesën e magjisë, po paktën do kemi kujdes tani në vim, edhe nga fis. Kemi ndërgjegjësuar dhe njerëz. Mirë, ju e dini pas pak keni mirë dhe pastaj me recetën e ditës, nesër do të shihemi bashkë në të njëjtën orë si gjithmonë 7:00, paqim. Yes. Jo më të në.